Propozimi për një hartë të re administrative o territoriale ka sjellë përplasje të reja politike në Partinë Demokratike që kundërshton modelin e bazuar në 46 bashki. Nënkryetari i Komisionit për Reformën Administrative o Territoriale, Luciano Boggi, ka argumentuar se një numër i kufizuar bashkish nuk mund të garantojnë domosdoshmërisht një pushtet vendor më të fuqishëm. Sipas tij, bashkimi i njësive administrative nuk mund të konsiderohet zgjidhje nëse nuk shoqërohet me kapacitete financiare, kompetenca dhe mundësi reale për ofrimin e shërbimeve. Boggi si problem kryesor rritjen e distancës mes qendrave administrative dhe komuniteteve. Sipas tij, një hartë me 46 bashki do të krijonte më shumë zona periferike dhe do të vështirësonte aksesin e qytetarëve të institucioneve vendore. Në reagimin e tij, ai ka shpjeguar edhe alternativën e propozuar nga Partia Demokratike. Projekti i Partisë Demokratike parashikon krijimin e rreth 100 bashkive, një model që sipas Boxhit do të bazohej më shumë në nevojat dhe vullnetin e komuniteteve lokale. Sipas tij, një numër më i madh njësish vendore do të mundsonte që vendimarrja të ishte më pranë banorëve, ndërsa drejtuesit vendor do të kishin më shumë përgjegjësi për llogaridhënie përpara komuniteteve administrative. Boggi rëndit edhe disa nga argumentet e PD-s në mbështetje të këtij modeli, duke theksuar se shkurtimi i distancave fizike, reagimi më të shpejtë të situatave emergjente dhe mundësinë që administratat vendore të kenë një uri më të drejtë për problematikat e zonave që mbulojnë. Në këtë këndvështrim, reforma nuk lidhet vetëm me numrin e bashkive, por edhe me mënyrën se si organizohet dhe funksionon pushteti vendor. Në përfundim, Boggi theksoi se një prej objektivave kryesore të reformës duhet të jetë rikthimi dhe forcimi i besimit të qytetarëve të institucioneve lokale përmes shërbimeve të aksesueshme dhe një administrimi më të afërt në komunitet.